Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në emisionin Kulturor Insider. Këtë emision kemi zgjedhur për t'i dhënë hapësirë një regjizore e të re, por realisht me një karrierë të ngjeshur në botën e filmit. Është pikërisht Blerta Zeqiri. Mirë se erdhe në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Blerta Zeqiri ka përfaqësuar Kosovën në disa festivale ndërkombëtare të filmit. Po ashtu dua ta nis bisedën pikërisht me filmin Return ose Kthimi, i cili ka pas një rrugtim të gjatë në disa festivale, që është nominuar dhe po ashtu ka qenë fitues. Mund të na thoni diçka më tepër për këtë eksperjenca? Filmi Kthimi është filmi im i fundit i shkurt, me të cilin e kam pas, ndoshta më thonë që e kam pas suksesin më të madh në karrierën time kinematografike me këtë film. Për arsye se kam debutuar në një festival, po i bjen tash kam debutuar në një festival shumë të madh dhe të rëndësishëm të filmit, që është si festivali i filmit në Sundance, ku përveç që morëm pjesë, që ishte hera e parë për Kosovën që prezantojnë atë festival, edhe e fituam çmimin kryesor të jurisë për film ndërkombëtar. Ishte normalisht një kënaqësi shumë e madhe, si për mua edhe për gjithë ekipën realizuese të këtij filmi, se në një farë mënyrë na shpërblehej puna. Më me thonë që po më nuk kam qatë shumë fjalë për me spjegu krejt këto që ka ndodhur, po me që kemi fillu karrierën e këtij filmi në festivalin e filmit në Sundance, pastaj ka pas një rrugë shumë gjatë filmi që ka marrë pjesë në për shumë festivale në përbotë, është shpërblyer në për shumë vende tjera, njëkohësisht edhe në Sarajevo Film Festival, ku edhe ju ka dhënë mandej mundësia është nominu për European Film Academy e tjera e tjera. Ka pas një rrugë shumë të mirë dhe ka qenë, po mënej, statistikisht tash të bie që është filmi më i suksesshëm kosovar i shkurt, paktën. Në çfarë kriteresh është vlerësuar ky film në këto festivale? Kam pasur kritere të njëjta apo bazohen në kritere të ndryshme? Nuk jam e aftën me fol për vlerësimet që i ka marrë filmi në për këto festivale, më me fol vetëm për atë pjesën që sa janë afruar njerëz te unë dhe te anëtarët e tjerë të ekipës, duke na thonë fjalë të mira dhe miradije për filmin tonë që e kanë pa, po nuk muj me ditë me çfarë kriteresh është vlerësu. Kem pas raste ku na kanë thonë, tash po përmendin disa prej rasteve të veçanta që na kanë folë për filmin në mënyrë direkte apo përmes emailave që na kanë ardhur më vonë, është që kanë thonë për shembull që ky film ka një skenë të qeshurës mbrana në film, që thonë që është diçka e papa me asnjëherë deri tash në kinematografi, si në filma të shkurtë edhe në gjatë. Kjo ka qenë diçka që po më risi për ta, kur e kanë shikuar filmin, e për mua ka qenë një konfirmim, me thonë një punës, se kam normal secili krijues ka dëshirë me pas diçka që dikush tjetër ndoshta nuk e ka bërë, me thonë. Filmi Kthimi trajton temë shumë delikate, sigurisht të luftës ose edhe të pas luftës në Kosovë, kthimi i një këmbëgosuri kosovar. Çfarë mund ta thoni më tepër rreth detajeve të këtij filmi dhe pse është ndoshta me metrazh të shkurt, po flet shumë? Filmi është e vërtetë që trajton një temë shumë delikate, cilës temë është dashur me pas shumë kujdes të veçantë kur është trajtuar ajo temë. Paktën prej meje, se unë kam qenë një prej këtyre personave që gjithmonë kam qenë kundër filmave shumë të rëndë, themi. Për shembull, nuk kam dëshirë filma që i shoh tant, më pengojnë shumë shpesh kur shoh dhunime në filma, kësi gjana se më duket që trajtohen shumë në mënyrë vulgare, shumë në mënyrë jo të mirë dhe s'miren me viktimën, në këtë trajtim po miren me, nuk e di as vetë me kanë, as me dhunusin nuk miren, po më duket që ndjehem shumë keq thjesht kur shoh asaj filma, s'po du me u shpreh tash çka më duket sikur po i realizojnë do fantazi seksuale do njerëzve të smut. Çashtu Tajlan për shtypjen kur i sheh. Gjithmonë kam qenë dikush që kam fol për pjesën e dhunimeve me shumë me të keqe, thjesht kam qenë dikush që kam fol shumë. Kur më ka ardhur ky skenar i cili ka
ka folë për të njëjtin problem. Ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë situata në cilën i ka qitë personazhet skenaristi, edhe më ka intrigu për me punu në këtë film. Po gjatë gjithë kohës sa kom punu në to, e kom punu me jashtëzakonisht shumë frikë që mos me bo diçka klasike që kom pa deri tash prej dhunimeve apo prej këtyne, po me trajtu në një mënyrë pak ma tjetër, kështu që mendoj që aty ja kom arrit qëllimit në trajtimin njerëzor të kësaj situate ka që jo njerëzore, po mendoj që ju ka ndodhur shumë femnave të në Kosovë. Ashtu siç po flisni tani, keni deklaruar në disa deklarimet tuaja të shtypit që ju pëlqen shumë të merreni me tema sociale, pikërisht në të drejtat e fëmijëve, të drejtat njerëzore. Pse? Nuk e di, kështu kam qenë gjithmonë, qysh prej kohës, në fillimet e mia të shkrimeve të mia, apo të teksteve muzikore, se kur kam qenë e re, kam pas edhe një band muzikor ku kam këndu ka pak e kështu, po ne kam këndu, kam recitu, me thonë, se rap po konë muzikë. Gjithmonë kam pas qef me trajtu tema sociale, nuk e di pse, ato i kam pas shumë për afërta, janë gjana cilat më preokupojnë gjithmonë. Mendoj që njerëzit duhet të jenë të barabarta dhe duhet të kenë drejta të barabarta. Gjithë, po mendoj, edhe kështu që dika e shoh veten shpesh si luftare e lirisë, po e lirive të drejtave të njerëzit, jo e lirisë ashtu luftare me pushka nëjsen, se jam kundër armëve në përgjithësi. Janë tema të diskutueshme jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet të tjera shumë delikate, po ashtu keni trajtuar disa tema interesante edhe tek filmat të tjerë. Exit, OK, Darka, kthimi që e përmendëm, fëmijët, për cilët ose do trajtonit për secilin nga pak. Për shembull, filmi Exit është filmi i parë cilën e kam punu najherë. Këtë film e kam punu në kohën kur kam qenë në studime në Francë, në studimet filmit. Është një film cilën e kemi bo bashkë me motrën time, Lendita Zeqirajn. Në fillim e kemi bo si një film metrazhit shkurt, 20 diçka minuta, i cili pat kogja shumë sukses për si punë e jone e parë, pat shumë sukses internacional në për festivale, fitoj çmime. Ishte ndoshta filmi i parë me cilin u prezentu Kosova mas luftës në për festivale. Mas suksesit që e pamë që pat filmi i shkurt në për festivale, na vendosën me bo këtë film në film metrazhit gjatë. Në këtë rast, u kthim në Kosovë me shumë entuziazëm me bo diçka, po nuk gjejshim për krahje në asnjë institucion, po më nëjë s'kish për krahje, edhe në përgjithësi nuk bëhej shumë për arte në atë kohë. Kjo është fjala për vitin 2003, duke xhirimet e filmit Exit gjatë po. Kështu që me që tash të merë rasti me ardhë të televizionit tema, kam dëshirë me falenderu në atë kohë ka qenë produksioni tema, ende s'ka qenë televizion, mirë po na ka ndihmu me ndriqim për gjirim të filmit, edhe po të mos kështë qenë ndoshta ndihma e tyne, filmi metrazhit gjatë nuk e ishte bon ndoshta, po me shumë mundim edhe i shty për kushe disa kohë, kështu që ndihma që tash të vjen televizionit tema na i ka dhënë ka qenë shumë lehtësuese për neve në atë kohë dhe jam shumë mirënjohëse që kanë besu edhe në njerëz të ri, domethënë edhe kanë dashur me ndihmu, që është e rrallë te na. Filmi Fëmijët? Filmi Fëmijët është këtë film e kam bërë në vitin 2009-2010, nuk më kujtohet bashkë, 2009 e kam bërë. Është një film i cili flet për 3 fëmijë që kalojnë kohën jashtë në për rrugë, si pasojë, si rezultat me thonë që mësusja që atë një fëmijë prej orës se po bën zhurmë dhe mandej fillon dita aty në jashtë në rrugë, ku ballafaqohen gjatë gjithë kohës me dhunë në për rrugë, në shoqni, domethënë dhuna e shoqnisë ndaj fëmijëve, edhe që krejt kjo dhunë perceptohet si diçka shumë normale prej anës fëmijëve. Këtë film e kam bërë se kam pas unë jam vetë tash nanë edhe kam fëmijë, në atë kohë e kisha fëmijën tem në një qerdhe, në një institucion publik, edhe ku e mora vesh që aty po i keq trajtojshin në mënyrë shumë normale, po më nëjë fëmijët, se do me thonë për me i eduku, po i reshin, po në një gjana shumë të këqia po ndodhshin, edhe aty e vrejta që në fakt
më kujtu edhe e parë se nuk kam qenë as pak e vetëdijshme, kom menduar se kjo punë ka mbaru me kohën na kur kemi qenë në shkolla, kur na kanë rrejë mësusat, ka qenë normal mi rrej fëmijët, po kom menduar se kanë ndryshuar gjanat, e kom pasur në fakt gjanat shumë pak ishin ndryshuar, që prap te na fëmia rrehet për me eduku me qëllim të edukimit, që mendoj që është shumë mënyrë e tepër e keqe, se s'po gjej fjalë qysh me përshkruaj se sa e keqe është kjo me u bo, dhe me u rrej fëmija në emën të edukimit. E kom pas që të na ndodhke jo vetëm në përshpia që gjithçysh ndodhke, po ndodhke edhe në institucione. E mandej si një farë me thonë revoltë ndaj asaj që e pash e kam shkru këtë film. Me këtë film kemi marrë pjesë në disa festivale edhe në festivalin e filmit New York e ka fitu çmimin e publikut. Atëherë, çfarë do të thonit më shumë për gjithë organizimin e filmbërjes në Kosovë? Është një temë që trajtohet shumë shpesh, mirë po nga ju, nga kundërshtrimi juaj. Unë tani kam shpresë për artin Kosovën përgjithësi. E na mendoj që tash është pak më mirë puna se sa që ka qenë pak më herët, vite më parë, sidomos po flas tash vetëm për filmin, jam shumë e lumtun që kanë ndru disa gjana dhe që për shembull QKK-ja, Qendra Kinematografike e Kosovës, tani është hapë më shumë edhe ka bërë një farë politike me cilën po i mbështet një numër më të madh të filmbërësve. Jo vetëm një për një film gjatë, po i mbështet disa, dhe pse me buxhet më të vogël, mirë po i jap mundësi tjerëve që me bëj filma. Mendoj që është shumë e mirë kjo që ka ndodhur, sidomos për faktin që e ka ndryshuar rregullorin e QKK-s, e cila më herët ka thonë që film i metrazhit gjatë është konsideruar vetëm filmi i xhiruar në shirit filmik, e që konat ka ndrua dhe në përbot tani me i pa krejt këta Spider-Man-at e këta filmat më të mëdhenj nuk xhirohen më në shirit filmik, po xhirohen digital. Kështu që me vetë faktin që është leju me u punu filmi gjatë, edhe me u qujtë, edhe me u financu, me u mbështet filmi gjatë, edhe nëse është në teknik digitale. Kjo na jep mundësi ma shumë neve filmbërësve të ri që me bo filma se kushton ma lirë, janë teknika cilat i kemi edhe dim me punu me to. Përderisa me film i kemi disa ekspertë cilët kanë punu në të kaluar në film, po cilët nuk e kanë praktiku gjatë gjithë kohës. E nëse je kamerman që nuk e praktikon, ti sigurisht që ke mësu shumë në shkollë kur ke qenë edhe në ato kohë kur ke punu, po nëse s'ke praktiku një kohë gjatë, nuk mundesh me qenë hap me kohën. Kështu që tash mendoj që na i kanë lehtësu goxha shumë punën edhe plus kësaj mendoj që ndjehem shumë e lumtur që ky ka qenë viti i kaluar dhe ky vit ashtu vazhdu krejt me të mira, domethënë viti i kaluar ka qenë shumë vit i suksesshëm për kinematografinë kosovare në përbot me filma të shkurt, po me çka i kemi me mundësitë tona, domethënë me filma të shkurt është përfaqësu gjithka në përbot, kemi qenë prezent, jo veç me filmin Kthimi, pjesë të cilës kam qenë edhe unë, po është filmi u i kanë hysajt mande Jarzana Krajës, që kanë debutu në për festivalet mëdhaja dhe në shfaq, kanë fitu shpërblime, edhe kështu që Kosova ka qenë mjaft prezente. Në anën tjetër, punën e madhe që po e bën Arta Dobroshi në prezentim të Kosovës, shtetit Kosovës, për shembull tash është Berlinalja në Festivali i Berlinit është duke ndodhur dhe Arta Dobroshi është njëna prej shooting stars atje dhe po prezantohet Kosova. Na vjen këtë që po prezantohet me një fusnot aty, kishim pas qaf ma shumë pa fusnot, po tash edhe me to shumë jashtëzakonisht është mirë për neve. Në region, po flasim për Ballkanin, ka bashkëpunime mes produksioneve? Ka bashkëpunime. Unë nuk i di shumë edhe nuk di shumë për bashkëpunimet që ndodhen, po definitivist ka bashkëpunime mes Shqipëri-Kosovë, ka bashkëpunime Maqedoni-Kosovë, ka me vendet fshinje diçka ka, po jo najsen shumë nuk di, nuk kam njohuri për naj projekt madhor. E di që kanë lidh marrëveshje shtetet tona që me i përkra projektet e njëna tjetrës, që po mënej na kishë ndihmu shumë se nëse jemi ma shumë shtete po mënej që janë produksion të një filmit, edhe që e bojnë ma shumë shtete, atëri japin mundësi që ati filmi me u shfaq ma shumë shtete, sa ma shumë shtete që janë produksion, aq ma shumë shtete ka mu shfaq këj film, ka gjasa ma të ndaja me i kthy të hollat prapë, të investimet, domethënë. Për çdo vend, sidomos ku bëhen luftrat, i japin shumë hapësirë duke përfshi edhe Bosnën. Pse deri tani nuk është bërë për Kosovën?
një vëmendje të Jenë bo filma për Kosovën. Kur punohen filma t'il prej jashtit, nuk do në me thonë që e din që ashtë mirë situatën edhe që e njohen shumë mirë. Unë e kam pa një film për shembull, tash më kujtohet, jenë bo edhe plot tjerë. Njëri që më kujtohet një film që ishte bo diçka për luftën e Kosovës, ka qenë ashtë film i tmerrshëm që më ka trishtu thjesht e qaq as pak nuk e njefke, në një nuk e njefke vendin këtu, nuk e njefke njerës për cilën të bëjke filme. Në dy nuk e njefke luftën e cila është bo këtu, nuk e njefke luftën në general, s'kesh ide për luftë. Ai regjisor që e kish bo dhe skenarist që e kish shkruar atë film, ishin njerëz si duket që e kanë pa luftën, ndoshta kanë lexuar për luftën dhe kanë imagjinu tash, po as nuk ish kopje e mirë e luftës, naj luftës me naj film që është bo, kështu që ka raste, jenë bo filma për Kosovën, kanë mu bo edhe shumë tjerë, shpresoj, edhe kem shumë historina për me i tregu, edhe nuk po më kujtohet që tash naj film që ka pas pak ma shumë sukses që o bo, po jenë bo filma, edhe kanë mu bo. Mendoni që do një regjizor mund të arri edhe më tutje çështja e Oskarit? Oskari është diçka që është kogja largë për neve, se unë gjithmonë po e thëmë një sen që na jemi shumë, kinematografia të na është gati si fëmijë në krahasim me botën. Na kemi fillu realisht me punu pak ma shumë këto vitet e fundit e pas luftës, se para luftës ka qenë i vdekur vendin përgjithësi, po mënoj, s'ka pas kur gjë s'ka ndodhë. Pak në kohën e komunizmit ka ndodhë disa filmat mirë, po që kanë qenë plot me simbolika për mos me u kuptu prej komunizm, prej regjimit sërb, cilat kanë qenë nështë atë pa kuptushme për ata jashtë, për me komuniku, po thonë me masat jashtë, kur nuk e din gjendjen shështë. Kështu që realisht filmin kemi fillu me bona prej pas luftës, dikur pak ma vonë, jo me njëherë pas luftës, po kogja ma vonë kemi fillu. Kështu që jem të i marë hapat e pare, shumë është vështirë, që është sikur me lypë me thonë na pse nuk kemi na gjeni të muzikës, përzojmë, se duhet me qenë si Mozarti që ka bo prej fëminis, ka kompozu sene të mira për me mujtë me marrë Oskarna që tashtë. Ka dale, duhet mu rritë me bo pak ma shumë përvoj në këto punë edhe ndoshta na vjen, ka shtete shumë të mëdhaja cilat kanë industri tepër të madhe të filmit edhe shumë rrallë marrin Oskara. Kështu që Oskari është diçka, është atje largë dikun, edhe për neve ndoshta, po mendoj që është kogja herët me pas aspirata. Na duhet me punu, e po që se bojmë diçka shumë të mirë edhe ajo vjen, pse jo. Po kalojmë një temë tjetër. E përmendet pak më parë që keni pas eksperienca me muzikën. Është një BAM, një grup shumë i lezetshëm që është pëlqyer shumë në atë kohë dhe ka trajtuar pikërisht tema të ndryshme sociale. Kjo eksperiencë, çfarë ka ndihmuar, duke qenë se para lufta ka qenë pak e ngushtë për shprehje muzikore ose artistike? Po ka qenë e ngushtë, që po thu, para lufta shumë për gjithçka, se ka qenë vend i vdekur, dyshysh. Qashtu gati e kujtoj, kur e kujtoj atë kohë, kur gjë s'ka ndodhë, s'ka pas, i kemi pas videokasetat vitit të ri, cilat kanë qenë mës vetë, qysh kanë qenë, në për cilat edhe unë ka marrë pjesë. Edhe i kemi pas kasetat e Qumilit, cilat na kanë majtë gjallë në atë kohë, i vetëmi gjallë që kanë ndodhë në atë kohë. Që kam me folë për atë kohë, kam qenë e re, kam pas shumë si çdo njeri i ri që ka ndra shumë. Kam pas qaf në faktun me knu, shumë. Edhe menoj që kisha dit me knu, nështë kisha pas këtë jetë tjetër, jo ma të mirë, asësi ma të mirë se tash që e kam, po kisha pas jetë tjetër se kisha synu që anej me ndërtu karierën temë. Se më duke që ja u marrë lakmi njerëzve që din me këndu që e kanë zonin e bukur, që më duket shumë diçka hynore ndodhë aty, kur kënon dikosh. Edhe, po nuk kam pas talent as pak, kam provu, jam mundu, i kam kushtu jashtëzakonisht shumë kohë asaj dëshire, po ka qenë e pamundun me realizu se s'kam pas talent as në instrumente, as kështu, as një në. I vetëm gjë që për cilën kam pas vesh është ritmi. Kështu që në atë kohë mandej dul muzika rap, më pëlqej ke vallëzimi edhe ritmi, më pëlqej shumë to, dhe pse unë në atë kohë ndëgjojsha muzikë rock ma shumë.
edhe e gjeta mënyrën qysh me u bo këngëtare pa u konë me rap. Edhe plus asaj, në një farë mënyrë unë ndër gjithmonë e kam pas me shkru, me qenë shkrimtare apo diçka. Muzika rap mu m'jep ke mundësi me u shpreh, me fol për tema cilat kisha qef me fol, me trajtu probleme sociale cilat nuk u trajtojshin asnjëherë në atë kohë, mos me bo diçka patetike qysh ishin këngët e tjera e gjanat, po me do tekste ose hiperpatriotike ose diçka po që nuk flitshin për realitetin që ndodhke aty, po ishin krejt veç për me ngjall disa ndjenja cilat u nevojishin realisht për atë kohë, ndjenjat e patriotizmit e këto, po në kisha qef me fol për qatë jetën që e bëjshim na për çdo ditë si fëmijë, po si nxënës atë shkollës mesme me thonë. Kështu që mendoj që ka qenë shumë e mirë për mu, që ajo eksperiencë krejt që e kom pas me grupën BAM. Si e bëni lidhjen e muzikës me filmin? Jo si regjizore. Unë në fakt nuk shumë pak shoh lidhje muzika edhe filmi. Përveç në rastin tim, lidhja vetme ka qenë rrëfimi, që edhe në këngët ma herët që i kom bërë, gjithmonë e kanë pas një rrëfim, kanë tregu diçka. Edhe ma vonë në filmat kur i kom bërë, domethënë ka qenë rrëfimi që ajo që ka qenë e përbashkëta mes muzikës edhe filmit. Po nuk shoh në fakt edhe bile në filmat e mi nuk përdori asnjëherë muzikë, deri tash asnjëherë s'kom përdorur muzikë, krejt janë filma pa muzikë, se nuk më pëlqen kur përdoret muzika si mjet për me pru një emocion, me ngjall një emocion shpesh herë edhe jo qatë shumë të vërtet, po me anë të muzikës dhe qysh me nxit emocionin, më duket që nëse punon, kam dëshirë, paktën e kam sfidu vetë në këtë mënyrë, nëse punon me naj drama po diçka, është mirë me pru punën që ashtu që drama me dalë vetë mos me pas nevojë një shti një muzikë ekstra për me ngrit emocionin, po me qenë emocionin situatëve. Edhe gjithashtu, po më nej pse me punë cilat i bëj zakonisht kam qef me qenë sa ma të afërta me realitetin, sa ma dokumentareske dika. Gjithmonë mendoj që nëse ndodh një moment shumë romantik në jetë përditshme, nuk është që kemi niti violinat apo diçka mbrapa, pa i ndodh edhe violin bëhet qaj shikim mes dy personave apo diçka apo një prekje mes dy personave, jo tamam violin. Por si do të ndodhte të ishte argëtues një film 1 orë gjys pa efektet e muzikës? Ka edhe filmat të tillë, janë të pakt, por ka. Duhet me qenë filmi shumë i realizu mirë, ngjarja me qenë shumë interesante që me marë mas vetës njën, edhe me qenë sa ma real edhe sa ma shumë me pas dramë. Kur ka mjaftu shumë dramë mes personazheve apo diçka, s'ka nevojë për efekte tjera. Po flas për filma zhandrit dramë, nëse më i qujt apo diçka të tillë, se për filma tjerë, po me që janë filma të zhandreve të caktuara, aty normal që duhet me i pas edhe efektet e duhuna. Po mu shpesh herë më pëlqen me ndëgju jetën, shpesh herë më duket ma shumë ka muzikë nëse i dëgjojmë hapat e dikujt u hecë, ma shumë japin muzikë se sa me dëgju në instrument muzikor që nuk lidhet qatë shumë me qatë skenë, apo zanat e fëmijëve të lujt, shumë ma shumë flasin për qatë vene dhe më duket që japin shumë ma shumë emocion. Pak të unë ashtu e kam ndjenjën me muzikën në filma. Është kryer në temë diskutimi goxha të shpesht edhe sidomos në Shqipëri për filmin Tekën, i cili ka trajtuar një temë delikate, sidomos hakmarrjen, kanunin e Lek Dugaxhinit, i cili ka trajtuar ndoshta jo në një formë shumë të mirë ose jo të pëlqyeshme për ne, si nxirren shqiptarët, trafikant droge, trafikant femrash, dhe pikrisht Marko from Tropozha, që është goxha i njohur si term, është një aktor shqiptar, Arben Baraktare nga Kosova. Ne nuk e kemi ditë, por që edhe pse ndoshta kur e kemi pa kemi urry pak, sepse ishte Marko from Tropozha në rolin negativ, kundrejt ose përballë Liam Neeson, një aktor shumë i madh. Dhe kur kemi dëgjuar që është shqiptar, jemi ndjerë nga anën tjetër krenar.
Çfarë mund të flisni për këtë temë diskutimi që pse pikërisht ne shqiptarët ne kemi gjithmonë. Do na më fol për punën vetëm për Taken 1, se vetëm ata e kam pa. Taken 2 nuk e kam pa. Unë nuk jam adhuruese e filmave aksion, kështu që nuk i përcjelli shumë. Taken 1 e kam shiku, se aty ka luajt Arben Bayraktaraj, që është shoku im me cilin jemi njoft qysh në kohën kur unë kam studiuar në Paris. Unë nuk as pak nuk e ndaj mendimin me ata shqiptarë që preken prej këtij imazhi që i del shqiptarëve në për filma, se unë e di që shqiptarët e bojnë realisht këtë punë, nuk është diçka s'kem nevojë më mundu me rajt njerëz. Unë për vete gjatë kohës sa kom studiuar në Francë, më ka ra rasti me shku me përkthy për raste ku kanë zonë shqiptarë që kanë qenë trafikantë, jo droge, po trafikantë njerëzish, edhe me femna shqiptare trafikume prej po aty në shqiptarëve, ka qenë momenti i parë kur unë jam një mas keqti që moj najher mundi në botë, kur i kom pa, se kom dëgju, po kom mendu që është mit, që nuk është realitet, e i kom pa që ashtu janë. Që s'ka nëse na vjen mare, duhet më na ardhë mare për që aty në markove për një met që egzistone, jo prej dikuj që e lunë qatë rol, se në fakt kjo është diçka shumë egzistuse, që është shumë e vërtet që ndodhë në përbotë, prej shqiptarëve, edhe sa ma shumë që na të flasim për atë punë, do në me thonë që jemi ma të vetëdijshëm edhe shanca ka ma pak më na ndodhë. Se nëse populli këtu po kushtimisht po them, nëse dikush që ndoshta nesër ka me u bë trafikant droge, e shes sa keq trafikant droge apo femnash, e shes sa keq po perceptohet te populli vet një punë e tillë, pak ma me mdyshje e bën. Përderisa në të kaluamën ka qenë pse çka kur gjë s'po bën djali, a mosh në burg për droga kur gjë s'ka bo, vlen. E nuk është kur gjë s'ka bo, se është krem, po mënoj kur bën diçka jo të lehtëshme. Trajtuam anën sociale, trajtuam anën regjizoriale. Sa ka qenë i realizuar filmi Taken? Ka qenë shumë mirë i realizuar. Nuk di me fol për këtë film, se unë hiç nuk i shoh filmat aksion. Nuk është pjesa ku unë ndjehem rehat. I shikoj, kur i shikoj jam aty, po nuk kam ndonjë farë ndjenje shumë, as nuk mendoj shumë me thonë, qëtu ka gabu, ashtu, se unë përgjithësi më duke që filmat aksion nuk i çmoj edhe shumë naltë, edhe pse janë filmat cilët mas shumë t'i bojnë pare e krejt, po gjithmonë me vëmë ju hi cili do film aksion mi këshyrë, gjithmonë thua që këtu, atje me shkua, shkoja, po më i gjenë 100 sene në rrëfim që nuk janë të besueshme, apo që abdim nuk i qesin mirë. Në përgjithësi nuk i du filmat aksion, për arsye se vdesin njerëz si pula dhe kërkuj si janë smirë të kërkosh me ata që po vdesin në qesin për para, veç me një njeri mirë, në qaj së më pëlqen. Përveç çështjeve sociale, çështjeve për fëmijët, për gratë e të tjerë, çfarë do të ishte një temë tjetër që do trajtonit në filmin tuaj? Në çfarë prizmi do paraqisni filmin nesër për ta dëshmuar realitetin kosovar në botë? Këtë jam duke punu tash në filmin e metrazhit të gjatë, që jam duke punu në skenarin e cilit jam në proces të shkrimit bashkë me Keka Kreshnik Berishan. Është gjithashtu një temë sociale, shumë tabu për shoqërinë tonë, cilën fatkeqësisht nuk mundem me thonë për momentin, pa fillu pak ma shumë procesin e punës, pak të në realizimit të filmit, mirë po është një temë tabu e cila ekziston shumë edhe është shumë e përhapur në shoqërinë tonë, për cilën nuk flitet asnjëherë, temë sociale gjithashtu, për drejtat e njerëzit gjithashtu, kështu që e shohim pas pak kohë vit, ndoshta prapë në emision edhe flasim për temën tabu. Dhe për thyerjen e temës tabu. Atëherë të falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, duke shpresuar që do t'jeni sërish pjesë e emisionit tonë. Të gjithë ju që na ndoqët, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.